Ashtu siç njoftuam, ka mbritur në studio, e ftuara e parë për ditën e sotme është zonja Albana Koçiu, drejtoresha e Departamentit Administratës Publike, pranë qeverisë shqiptare natyrisht. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Faleminderit që pranuat ftesën. Do të flasim për një temë që është mjaft interesante dhe njerëzit duan të dinë edhe më shumë. Natyrisht ka vende të hapura pune në shtet, janë vende të lakmuara apo jo, natyrisht edhe largime nga puna, çfarë po bëhet me këtyre. Gjithsesi, apo zbatohet ligji i ri? Ligji i shumë përfolur, i ndryshuar, ka nisur, ka hyrë në fuqi dhe ka marrë rrugën e zbatimit më në fund, se i mungonin edhe disa akte nënligjore. Atëherë, e para faleminderit për ftesën. Ligji i ri sigurisht që ka filluar të implementohet, siç e dinë të gjithë, është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në 30 maj të vitit 2013 dhe ka filluar, ka hyrë në fuqi, ka vështrirë efektet e tij nga muaji shkurt i vitit 2014. Periudha nga miratimi deri në fillimin e efekteve të ligjit ka qenë periudha gjatë të cilës Departamenti i Administratës Publike dhe Qeverisë Shqiptare u desh koha për të miratuar 10 akte nënligjore shumë të domosdoshme për ta bërë të zbatueshëm ligjin. Plot 30 nene, thëmbra Akilit. Pikërisht 30 nene të cilat e kishin kushtëzuar implementimin apo zbatimin e ligjit, pasi ligji është kuadër, jep vetëm parimet e përgjithshme, por shumë e nevojshme që detajohen procedurat, si rekrutohet, si matet performanca, si hartohet një përshkrim pune, si jepet një masë disiplinore, pra gjithë procedurat që parashikonte ligji ishin thjesht parime. Detajimet bëheshin me aktet nënligjore. Për këtë arsye u hartuan plot 10 akte nënligjore, një punë goxha voluminoze që departamenti e kreu në 3 muajt e fundit të vitit 2013 dhe u miratuan më pastaj nga Këshilli i Ministrave vendimet përkatëse në periudhën janar-shkurt të vitit 2014. Duke bërë të mundur pastaj që edhe për shkak të historisë që dihet vendimit gjykatës kushtetuese që e para shpejtoi të themi hyrjen në fuqi apo fillimin e efekteve të ligjit, që ishte parashikuar për 1 prill, muajin prill, duke e përshpejtuar dhe duke filluar efektet që nga 26 shkurti i këtij viti, i vitit 2014. Jo, mos që e gabuar unë, patjetër ndryshim tjetër kam përshtypjen. E paraqitet disa ndryshime në kuvend apo ne vazhdojmë me ato? Ajo ishte një zhurmë, u paraqitën disa amendime në fakt, u bë një zhurmë e madhe, po nuk ndodhi asgjë. Realisht tani që flasim jemi duke funksionuar me ligjin e miratuar në maj të vitit 2013. I cili së bashku me aktet nënligjore është i plotësuar, nuk ka më nevojë për ndryshime? Ndjeni nevojën e ndryshimeve? Kjo është tjetër gjë, nëse ne do të shkojmë në ndryshime, ndryshimet janë të karakterit teknik, që do të thotë që ligji të bëhet më implementueshëm, të jetë më fleksibël për disa detaje teknike. Mirë, atë tregon rruga puna pastaj, më vonë. Absolutisht që po, i tregon puna, pikërisht këtë jemi duke bërë, jemi duke implementuar ligjin, kemi të gjithë bazën ligjore të nevojshme për këtë gjë. Gjatë rrugës, gjatë implementimit, sigurisht që ka dhe gjëra teknike, detaje teknike, cilat do kërkojnë një ajustim të vogël aty këtu, po që nuk është ky diskutimi i madh që zhurma e madhe që duam të ndryshojmë ligjin edhe të po zhurma e madhe që bën opozita për shembull, mirat larguar nga puna, mira fitues në gjykatën administrative që duhet kanë marrë vendimin e kthimit në punë, si qëndron e vërteta? Ka shifra për këto njerëz? Se mund të ketë, unë se mohoj dhe e besoj që mund të ketë larguar nga puna dhe do ketë gjithmonë. Po si qëndron situata? Në fakt duhet të sqaroj diçka. Departamenti i Administratës Publike është njësi përgjegjëse menaxhimit burimeve njerëzore për administratën shtetërore. Që do të thotë dhe kjo me kompetencat që i dha ligji i ri. Me ligjin e mëparshëm, Departamenti i Administratës Publike ishte njësi përgjegjëse vetëm për aparatin e ministrive. Pra menaxhonte një trup shumë më të vogël punojësish, që do të thoshte rreth 2000 punonjës. Dhe kjo ishte trupa e shërbimit civil që menaxhonte departamenti. Me ligjin e ri, kjo trupe shërbimit civil u shtri edhe në institucionet e varësisë. Aktualisht që flasim kemi 9000 në punës apo pozicione pune në shërbimin civil, që sigurisht janë tashmë të menaxhuara nga Departamenti i Administratës Publike. Pra, që do të thotë, rolin kryesor e ka departamenti, sigurisht njësitë e burimeve njerëzore në përministri apo në institucione kanë rolet e tyre të përcaktuara, por procedurat kryesore zhvillohen në mënyrë të unike është decentralizuar, po, të përqendruar nga departamenti. Një gjë shumë e mirë kjo në fakt, për të unifikuar gjithë praktikat dhe procedurat që janë shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e gjithë rregullimit të marrëdhënieve të punës në shërbim. Sa të drejtë ka opozita kur flet për largime masive nga administrata? Këtë në fakt nisa të shpjegoj që
ajo çka unë mund të t'jap, apo çka unë mund të them, është pjesa e shërbimit civil. Në vendin tonë, marrëdhëniet e punës rregullohen me 2 legjislacione të mëdha, themi, shërbimi civil edhe kodin e punës. Janë një sër institucione që rregullohen nga kodi i punës, për cilat unë nuk di të them se çfarë bëhet, çfarë ka ndodhur, apo si është situata apo historia. Ajo që di të them është që ne menaxhuam shërbimin civil për aparatet e ministrive, pati një reformë strukturore, një shkurtim prej 15% të numrit, kjo jo a prioris në vetvete për të shkurtuar numrin, ishte domosdoshme për të rishikuar strukturat dhe për të eliminuar hallkat e tepërta, ato hallka që ishin të mbivendosura, struktura që rinin kot, disa struktura apo disa njerëz byte në punë, kjo ka të bëjë çike edhe me natyrën e njeriut, po në vetvete duhet një riorganizim i struktura dhe për të futur ca element të ri të qeverisë që sapo erdhi në pushtet, të tipit ju vu shumë theksi planifikimit strategjik, njësisë së jetësimit prioriteteve, strukturave antikorrupsion. Kjo kërkoi një rishikim brenda për brenda të çdo strukture apo njësie organizative, duke bërë të mundur pastaj që të kishim edhe disa spostime të pozicioneve të caktuara në të ashtu quajturat listat pritje me ligjin e mëparshëm, për shkak të faktit që nuk përmbusheshin, nuk përputheshin kriteret e individëve me... Ekzistojnë më këto lista pritje me ligjin e ri? Me ligjin e ri këto lista pritje nuk ekzistojnë. Tashmë, nëse do kemi reduktim të vendeve të punës, apo nëse do kemi të themi shkurtim apo shkrirje të një institucioni të caktuar, do duhet që punojësit e atij institucioni të sistemohen në institucionet e tjera. Është detyrim i atij që e shkurton t'i gjej vendin e punës? Është detyrim në fakt, nëse kemi të bëjmë me Departamentin e Administratës Publike, pra me pjesën e shërbimit civil, është detyrimi i institucionit së bashku me departamentin për t'i sistemuar. Edhe këtu pastaj nëse doni të dalim në diçka teknike, ligji parashikon që në punësin ti nuk mund ta spostosh më shumë se 30 km nga vendbanimi i tij. Nëse flasim për të themi dega apo shtrirje territoriale, pra në gjithë Shqipërinë, për shembull në drejtorinë e bujqësisë në Kukës, shkurtohen vendet për shkak të programit apo planifikimit të ri, kjo do të thotë që ne duhet i marrim ata punojës dhe t'i sistemojmë në një vend të afërt, po jo më larg se 30 km. Po çfarë ndodh në rastet kur nuk ka vend fiks? Çfarë ndodh në rastet kur nuk ka vend? Këto janë ca gjëra të cilat duhen ajustuar dhe për cilat ne diskutojmë që... Po me këta... që ta mbyllim të pjesën të larguarve, të ardhurit, të kthyrëve, po me këta që marrin vendim gjykate për shembull, ka patur raste për rikthim në vend të punës, i sistemoni duhet keni detyrimin për pjesën e shërbimit civil, ajo që unë mund t'ju them me saktësi është fakti që në fillimet e marrjes detyrës patëm një konfuzion të madh sa i përket shifrave në këtë drejtim, por nga ana tjetër pasi nuk ekzistonte një regjistër themelor i të gjithë vendimeve të regjistruara pranë departamentit, po nga ana tjetër çështja është më komplekse sepse individët i ndiqnin proceset gjyqësore drejt për drejt me institucionet në të cilat ato punonin, duke bërë të pamundur një shifër konkrete. Tani që flasim, kemi një shifër konkrete për numrin e vendimeve gjyqësore që morëm apo kishim si depozit nga përpara shtatorit 2013, kjo shkon në 90 vendime gjyqësore. A që gjetët ju që ishin hequr nga qeveria? Absolutisht, dhe ka shumë nëse diskutojmë pastaj për gjithë administratën publike, po flas vetëm për shërbimin civil, 90 nga të cilat kemi filluar absolutisht të zbatojmë vendime gjyqësore, është një detyrim kushtetues, kështu që askush nuk mund t'i shmanget. Po flisni për shtatorin, po ndërkohë për pjesën tjetër? Po ndërkohë për pjesën tjetër, ajo që ditë ju them unë, për shkak të ristrukturimeve apo të kësaj situate që shpjegova, një pjesë e në punësve ose më saktë 250 punonjës u vendosën në listat e pritjes, siç parashikohej nga ligji i mëparshëm, që do të thoshte do të merrnin, do të trajtoheshin me pagën e tyre për një vit rresht dhe në çdo moment që do të kishte një vend të lirë pune me të njëjtat kritere, do të mund të merrnin ato vend pune pa konkurim. Gjithsesi, pati nga këta punonjës që nuk binin dakord me këtë vendimarrje dhe shkuan dhe ju drejtuan gjykatave, është një proces akoma i pambyllur. Ju e dini që gjykata funksionon shkalla parë, shkalla 2, derisa të marrë një vendim të formës prerë. Kështu që aktualisht nuk kemi 5 raste të vendimit të formës prerë, por që akoma janë në procese, domethënë kanë filluar procesin e gjykatës lartë, nuk kemi një vendim definitiv. Gjithsesi janë më shumë ato 90. Absolutisht që po, dhe ndërkohë kjo është sfida më e madhe që duhet trajtohen edhe duhet të zbatohen. U gjehet vend pune atyre apo paguhen para dëmi si? Për pozicionet e shërbimit civil, në fakt legjislacioni parashikon që duhet ta rikthesh në vendin e mëparshëm të punës edhe ta dëmsh përblesh nga momenti që është larguar deri në momentin që
do ta sistemosh përsëri. Prandaj ky është diskutimi që bara fiskale është shumë e madhe. Po me punësit aktual që ju nështrohen konkurseve për vendet aktuale të punës, për sa bëhet fjalë? Atëherë, përpara se të shkoja te konkurset, do doja vetëm të thoja që nga momenti që ligji hyri në fuqi deri në momentin që ne hapëm konkurset, ishte një periudhë 5-6 mujore, kohë e cila na u desh për të rishikuar të gjithë dokumentacionin apo kriteret e punojësve të cilët ligji i gjeti në vendet e punës edhe do të duhej që të shikonim apo të filtronim të gjithë kriteret e tyre. Pa bërë këtë, ne nuk mund të hapnim konkurset dhe pa siguruar që implementimi i ligjit do të bëhej korrekt, nuk mund të hapnim konkursa apo procedura për pranim për vendet e lira. Në këtë kuptim u detyruam që të bënim një punë ekstra gjigande, departamenti ka qenë gjithkohon non-stop në punë në fakt, edhe ka bërë realisht një punë goxha voluminoze. Kemi filtruar të 9.000 dosjet e punojësve që tham, jemi në ditët e fundit të mbylljes këtij procesi, sigurisht me disa kriteret parashikuara nga legjislacioni, ata punojës të cilët nuk përmbushin kriteret për vendin e punës, kjo parashikuar dhe legjislacionet përkatëse, pra legjislacionet e secilit vendi pune, për shembull, një punojës i strukturave të auditit duhet të ketë detyrimisht certifikat auditi, kërkon ligji për auditin, në ato raste kur në punësit nuk i kanë, janë të detyruar që ta lënë vendin e punës. Kështu që ose kriteret të tipit nëse nuk ke një diplom të shkollës lartë, i detyruar ta lësh vendin e punës se jemi arsim të mesëm, nga këto lloj filtrimesh. Nuk janë shifra. Po diplomat kontrollohen se mund të kenë diploma, po. Mund ta kenë marrë atë diplomën pa bërë shkollën e mesme. Aty ku kemi pasur në fakt indikacione që këto diploma ose që duken kanë mos përputhje të vitit, të numrit protokollit, të firmave apo të notave, kemi bërë edhe çekime respektive në për institucionet e arsimit lartë. Po tipe ose raste të veterinerit që mban postin e juristit, se çuditura të tilla kanë në Shqipëri sa duash. Hasim raste të tilla që nuk është adapt për vendin e punës sepse ka mbaruar një tjetër shkollë, mund ta ketë bërë atë shkollë, diskutohet për diçka tjetër, nuk ka lidhje me vendin e punës. Çfarë ndodh me këtë? Edhe këtu në fakt situata është komplekse. Ka rastet që kanë qenë parashikuara në legjislacionin e shërbimit civil, pra që punojësi është nështruar një konkursi dhe kriteret kanë qenë përcaktuara për atë vend na duhet një veteriner. Ato janë raste të miratura dhe të aprovuara nga departamenti. Për rastet që shërbimi civil i gjeti në ato vende pune dhe është veteriner, po ndërkohë kërkohet një jurist, duhet mbajtur në konsiderat dhe fakti që ky veterineri mund ta ketë bërë punën për një kohë relativisht 3 vjet, 6 vjet, pra është trajnuar edhe ka fituar një eksperiencë të mjaftueshme, nuk po shkojmë duke egzageruar jurist, po të themi ku diun për shkenca të natyrës apo profesionet të ngjashme. Aty në fushën e vet apo profesionet të ngjashme. Nuk heq dorë dhe them që raste të tilla ka pafund, që s'janë për mua adapt për postin që mbajnë, që kanë bërë. Mund ta ketë bërë punën mirë, mund të ketë raste që ta ketë bërë. Absolutisht që ka, po ne shkojmë drejt faktit që në punë si trajnohen, ka një periudhë përshtatshmërie me vendin e punës në raste. Okej, mua më pëlqen pozitiviteti juaj, po çfarë thon njerëzit që janë me atë profesion dhe duan atë vend pune, se apo përgatiten dosjet përshkruese për detyrat e çdo punojësi? Kjo është një nga tjetër detyrimi i ligjit. Në fakt, për të gjithë në punësit, për këta 9.000 në punës apo 180 institucione që janë bërë pjesë e shërbimit civil, një nga detyrimet është dosja e në punësit apo dosja personale që quhet, që mban të gjithë dokumentacionin personal, ndërkohë mban përshkrimet e punës, mban vlerësimet e punës, mban çdo lloj certifikate trajnimi që në punë si merr gjatë veprimtarisë së tij në administrat. Kështu që ky është një proces tjetër shumë sfidues në fakt, se do duhet që të parashikojmë kritere të njëjta të ngjashme për vende të ngjashme pune dhe keni parasysh që institucionet janë në numër të konsiderueshëm, kështu që një tjetër sfidë kjo, një formular i ri. I përgatit departamenti juaj apo përgatitet nga çdo dikaster? Përgatitet nga çdo institucion me ndihmën e njësisë burimeve njerëzore të institucionit, por që monitorohet dhe kontrollohet nga departamenti për faktin që do të duhej që kriteret e vendit punës të jenë të ngjashme për vende të ngjashme. Ligji i ri i shërbimit civil parashikon grupimin e vendeve të punës, kjo edhe për të shpallur më pas vendet e lira. Arkivën e keni ju apo janë Arkivën e kemi ne po punojmë edhe për një regjistër elektronik, detyrim Këto deri tani nuk janë elektronike. Absolutisht nuk janë elektronike, janë hard copy, gjehen nëpër sirtar, edhe nuk gjehen fare në rastin më të keq,
Po që gjithsesi po punojmë për ta vendosur në shinat, themi, dhe ndërkohë nga ana tjetër jemi duke punuar për ta bërë elektronik të gjithë sistemin, për t'i futur të gjithë punojësit në një sistem elektronik, për të gjeneruar shumë kollaj të dhëna, shifra, sa hyn, sa dolën, se ky është një diskutim i madh kur flitet për shifra, të gjithë abuzojnë, në fakt, me thënë drejtën, dhe abuzohet sepse realisht nuk ka arkiva, nuk ka regjistra, nuk ka. Ky përshkrimi i vendit punës, ky grupimi që thoni ju, ka të bëjë edhe me konkurset që mund zhvillohen më vonë, pra, sepse ka një metodologji tjetër, tashmë konkurohet me pikë dhe pastaj caktohet vendi i punës ku do shkosh. Ai që zgjedh vet. Po, paktën zonja Arito kur ka qenë këtu herën e fundit, këtë ka thënë, po si do funksionojë teknikisht. Ashtu është. Kjo është arsyeja pse përshkrimi i punës është shumë i rëndësishëm, është i rëndësishëm të unifikohet që për vendet caktuara, për shembull, për specialist protokolli janë këto kritere dhe specialist protokolli në të gjithë institucionet janë këto kritere. Se këtu është abuzuar shpesh, vjen një drejtues institucioni, thotë jo specialistin e protokollit e dua me 5 vjet eksperiencë, apo vjen një tjetër nuk e dua fare me eksperiencë dhe e dua me veterinari, se ma bën më mirë se një që ka mbaruar histori, e nga këto diskutime. Tani, pikërisht për këtë po punohet, për të bërë uniforme këto përshkrime pune, për të patur të njëjtat kritere dhe për të shkuar drejt konkurseve, konkurset apo vendet e lira që hapen, tashmë nuk hapen më për një pozicion, pra me që nisëm me arkivën, për një specialist arkive, po hapen për disa pozicione, për disa specialist arkive në disa institucione, që do të thotë, kur ne dalim me shpallje, themi, hapim vend për shkenca shoqërore, 7 pozicione pune në 7 institucione. Po nuk e thoni se çfarë duhet. Dhe listohen. Dhe absolutisht vendosim dhe kriteret, vendosim kriteret e përgjithshme, kriteret e veçanta që duhet plotësoj kandidati që janë shumë të rëndësishme sepse janë dhe skualifikuese më pas. Kriteret e veçanta, japim një përshkrim pune, japim fushën e njohurive që do testohet, kur do bëhet testimi, si do bëhet testimi. Dhe kjo e gjitha online? Elektronik? Atëherë, aplikimi është elektronik, pra nëse ti do një vend pune në administratën publike, hyn vetëm në nivel ekzekutiv, specialist, ky është një detaj tjetër. Jo drejtues. Jo drejtues më. Hyn vetëm në nivel specialistik. Drejtues bëhesh apo emërohesh? Drejtues duhet të punosh, të hysh në konkurs, të fitosh konkursin dhe të bëhesh. A ka procedurë tjetër? Do ta shpjegoj. Po të shpjegoj pak të nivelit hyrës. Pra hyhet vetëm në nivelin specialist edhe do të thotë që për të aplikuar për këtë pozicion pune duhet të bësh një aplikim online. Pse kemi bërë këtë? E kemi bërë këtë jo vetëm për të thjeshtuar të gjithë këto procedurat me letra, me dosje më shumë mirë që keni bërë se ai që do të punojë në shtet, në administratë, të ditë përdor një kompjuter pak të mëse. Absolutisht, është një filtr i parë, edhe një filtr shumë i mirë. Ky nga praktika e parë rezultoi që një pjesë e konsiderueshme nuk dini të bëni një aplikim, ose më saktë nuk lexonin, çdo gjë është e shkruar, mjafton që ti lexosh dhe janë lehtësisht të kuptueshme, duhet futesh, të bësh një aplikim online, të regjistrohesh, më pas departamenti me mbylljen e afatit të procedurës së pranimit dokumentave, bën vlerësimin kush e ka plotësuar kriteret dhe kush jo. Ata që nuk kanë plotësuar kriteret lajmërohen individualisht nëpërmjet emailit. Kurse ata që i kanë plotësuar shpallën dhe më pas kalojnë në fazat e testimit. Fazat e testimit janë një test me shkrim, më pas kush merr mbi 40 pikë kalon në një test me gojë dhe blidhet testi me shkrim dhe intervista me gojë duke dhënë një listë fituese me mbi 70 pikë. Ai që ka marrë mbi 70 pikë është fitues. Dhe çfarë ndodh me këtë listën fituese? Lista fituese menaxhohet nga Departamenti i Administratës Publike, thirren personat e listës fituese dhe u thuhet të parit në listë. Këto janë 7 vendet për cilat ti ke aplikuar, zgjedh i pari, i dyti me radhë derisa shterohet lista. Nëse ndodh që lista është më e madhe apo numri është më i madh se sa numri i vendeve që ne kemi shpallur, ata persona rinë në një kosh apo listë pritje, po s'do dua ta quaj kështu se ngatrohen shpesh, në një kosh për një periudhë 2 vjeçare. Në momentin që kemi një vend të ngjashëm pune, e tërheqim pa bërë një procedurë konkursi. Po drejtuesit? Po, edhe ta mbyllim këtu se drejtuesit. Se s'kemi kush këtu, se të tjerat janë posta politike pastaj se s'diskutohet, se kështu funksionon qeveria. Këshilltari dhe ministri, në fakt kabineti i ministrit edhe vetë ministri janë politik, pjesa tjetër pastaj janë shërbimi civil, edhe sigurisht stafi administrativ, mbështetës, që nuk është pjesë e shërbimit civil. Po. Pjesa tjetër, drejtuesit, kemi nivelin e mesëm, kemi nivelin e ulët dhe nivelin e mesëm, ose ata që quhen përgjegjësit e sektorit dhe drejtorët e drejtorive. Këta janë pjesa e mesme. Ligji parashikon që të zësh një vend pune përgjegjës sektori apo drejtor drejtorie duhet të kesh qenë në punës civil, të jesh në sistem, të jesh
në një shkallë më poshtë, në rastin kur do të bëhesh specialist, në rastin kur do të bëhesh përgjegjës, duhet të kesh qenë specialist, në rastin kur do të bëhesh drejtor, duhet të kesh qenë përgjegjës. Ose lëvizjen paralele apo mobilitetin, që është një nga parimet e tjera të ligjit. Ligji parashikon që në punësit mund të lëvizin shumë me procedura shumë më të lehta, shumë më kollaj nëpër institucionet e shërbimit civil. Kështu, për shembull, nëse do të bësh një lëvizje paralele nga një ministri në një tjetër, mjafton të bësh një konkurs të thjesht me dosje, të thjesht e quaj krahasuar me konkursin për të hyrë në sistem. Po me kë konkuron? Konkuron në punës civil të tjerë që mund të kërkojnë të aplikojnë për atë vend pune. Pra gjithmonë konkuron me në punës civil, nuk konkuron me punonjës jashtë. Ideja është më brenda sistemit. Kjo është një gjë shumë pozitive në fakt, edhe nga eksperjenca ne e dim që shpesh ndodhte që vinte një drejtues komplet nga jashtë sistemit që nuk dinte asgjë, që në punë si vet pësonte frustracion, po edhe drejtuesi vet gjithashtu se s'kuptonte se ç'a bënte. Paktën trupi është aty, administrata është aty, vjen vetëm ai. Okej. Ishte kënaqësi që Zoe Kociu, ne të falenderojmë. Shumë e qartë. Punë të mbar, ishte një bisedë mjaft e këndshme dhe besoj mjaft informuese për shikuesit. Ne do të vazhdojmë të flasim me një tjetër zonjë, vetëm pas një hapësire të shkurtër reklame, do të flasim për reformën drejtësi, gjyqësorin, edhe KQZ-n paksa me juristen e njohur Dëshira Subashi, vetëm pas pak.